vrarë Shevqet ata, me Ramizalin. Ja që du më të vetë diçka tjetër ty, a pajtohesh me Ahmet Krasniqin që tha më herë, tha eksperiment të LDK-s fajsojnë PD-kën? Ahmet Krasniqin nuk e dini ç'parti ka qenë. Në veç një, se e kom dëgju se ti e lyp me komgulli edhe ki qef me ditë kush e ka vëra. Ahmet Krasniqin në Tiranë e vrati ju. Në Shqipëri? Në Shqipëri e vrat. Ju e vrat. Shqipëria, ju. O, burë, bre. O, ju e keni vrat. Shqipëria, po të ashtë kalzoj pse e vrat. Apishe sa bukur. Po, se s'pënalesh ti, s'pënalesh. Qëtësau. Unë të ndalem. Qëtësau. Ani qëtësau. E disa janë krimet komuniste në Shqipëri. Ani nalë, veç të thëmë realitetin tem. Pse e ka vrat? Hajde ta e vran këta vetë. Pse? Ahmet Krasniqi, kur u bon piramidat që kënë në Tiranë, piramidat që u bon Shqipëri, e të jutohet që u bon milionat që u shkrinë. Buja Bukoshi, me këtë grupën e vetë, investu në Shqipëni. Ahmet Krasniqi e zbuloj që u argju në ushtin paret edhe zbuljun. Në Shqipëni, mi adhon 2.000 mark në atë kohë, 1.000 t'i kesh këthy për me vratikon. I një konë luksuzaj një ju, në ato e di mirë, 2.000 mi adhon me vranjen, ju 1.000 ja këtheni, edhe sëdi një që ata njerëz, jonë disa njerëz, unë për ta thëmë, ja ep 2.000, thot t'i këthej unë, e vrajnë qiftin dem. Nga, unë qëllova te ura Smolicës. Ishim të i punu në urë, si ka për 4 vite. Komandonin burrin matë mijen, qëre me sa për shta njerëz të vetë. Kjo është dhe në luft që ka ndodhë. Pse jenë lemru 200 vetë, kune e Hashimit, pse 60 penzom na kune Miloshit. Në Smolicë qëllova. Vesh kur jam montun... Dëshmitarët nëzini një qojnë atje, u athemun, dëshmitarët qojnë atje. Të vend të dëshmojnë, të vend të protestojnë. Ata rëfejshtë. Ja du të mi që të këta dëshmitojnë, se këta me njëherë. Bravo. Këta të këthej 1.000. Ma shumë se 100.000 zbojnë. Qëse e ndëzën? Qëse e ndëzën? Shqiptar, zotëri. Amlen të realizeshto. Amlen Beogradit edhe Athinës, e Dirama. Ata realizeshto. Te ura Smolicës. Jam montun, me telefon, jam montun ndërë, komandant e shkoj, ka punu gjithë ditën, në shku në shpi me hi, edhe e kanë pagu Shqipëri, ja kanë montu edhe e therën telefon e mëtën me minë. E mëtën, komandantin. Bet, Shqipëri u paguaj, për Shqipëri e nërë dhe kanë po. Unë e kom... U zbulua? Se e zbulu, ta është kalzaj. Unë i kom njerëz, me fakte, vjen dita që kanë me dalë, kretë, jenor, për Shqipënije, 11 vetë ju kanë rëra plumë këj, klap, su ku qeni kanë vëra. 2, e kom babaj, dojnë tem, bashkë vlam në nënës, si ka qenë ushtarin vërhojgjës në atë ku. E mon me në luftën e të vajtë. Tha Shqipënija, kretë rrugës në kanë vëra, tha të ja vujtë lëmë kokë. O, kokë dërë vëra, tha si një qenë në vrajshë neve luftëtarëve më të mjetë kumbit. E ata e një ju që këni vëra. Ahmet Krasniqin, e se në bet, ju e një, bili, se tuk si full të shumë. Tuk si full shumë ti, për ato 45 vite, e këta e u dënjoshin. E ti e konë shqiptar, e ke pas mundësin me luftu, e me bo ma shumë për atë tonë, sa dhe vetë jem na. Që sot ku jena këtu, dhe vetë është. Jo të shkoni sep këtu, e me mrej mu shumë blaka kues, edhe ty. Zotëri. Ta ka shleu t'i kush këtë vend. Kam pasur fatin e mirës e të keq, që kam debatuar në televizionet greke me gazetarë të Tanjugut. Ishte një Dragan Gjorgjevic me mjekër. Po e kam të gju. Bravo. Kam debatuar me këtë që ishte në Koshtunica, si e kishte është jashtë shtetit. Kam debatuar me ishtë ministrin e jashtëm të Serbisë. Sa është kryetar parlamentit Daci që ka qenë aku Ivica Daci? Jo. Ky që ishte ministri i jashtëm i Miloševićit. Po hajë sa s'ki nevoj me adit e më në heshat i muti. Pra, unë fatmirësisht e kam bërë detyrën time si qytetar shqiptar dhe si adetar shqiptar sa askush tjetër në emigracion. Që ta dish, atje mu dha mundësia, atje fola. Po të isha në Shqipëri, pa tjetër që do të mirja dhe unë pushkën bashkë me shpëtimin, dhe me këtë, me... Po pëse se the një vjëll tjetër dhe me thonë, rënofshin atë trima që unë në hogë,
që dhanë, ato që unë se kom dhonë, ata dhanë, kenë guximtar. Duro. Nuk njeva, jo duro, për shta erdha unë, vesh më të thonë. Jo ti mirë Shu duro, në shkë jetë të duro. Se s'po mujna me duru, unë ma babën tem, as ty e s'kërkon të me duru. Se unë e sulmi e ndromë më babën për e ju luks, që sa bukë e vesh, si ma djali bukë për do kështë se une, se honga jetën të mënu për ty e për ato, për ato. E sot e dhonani, ju e në të dhonua them. Ju, kështë jena dishëm. Që shë kënë morë paragrafet juve me folë këtë fjallë. Se kemë thmi. Avash. Okej, avash. Mos të nëzito. Ju që shkuat në luft, shkuat dhe e vut kokën... Për shka shkum në luft, për shka? Me Ukrajini, për shka? A dheve jam jeti populli jonë a dheve jam. Për mas më dhonu ty, e më masakru familjen tonë,